Ju përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luze. Bizneset kanë qarkulluar me 127 miliard lek apo 1.3 miliard euro më shumë në gjysmën e parë të vitit, në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa numri i bizneseve të reja ka arritur në mbi 148.000. Gjysma e parë e vitit është mbyllur me performancë pozitive për bizneset në Shqipëri. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se qarkullimi i bizneseve për periudhën janar-qershor 2026 u rrit me 127 miliard lek ose 7% më shumë se njëjta periudhë e vitit 2025, duke u dyfishuar në krahasim me rritjen ekonomike. Rritja në qarkullimin e bizneseve sipas Ministrisë së Financave është mbështetur kryesisht nga 3 sektor. Tregtia rezulton të ketë pasur rritjen më të madhe me plus 10% krahasuar me 6 mujorin 2025. Ndërtimi gjithashtu regjistroi një rritje prej 9% duke u renditur në vendin e dytë, ndërsa shërbimet ndryshe nga më parë që konsideroheshin kryesoret në qarkullim kanë zbritur në vendin e tretë me një kontribut plus 4%. Prodhimi rezulton me rritjen më të vogël në plus 2%. Sipas ministrisë, kjo ecuri vjen për shkak të rritjes ekonomike, formalizimit të mëtejshëm të ekonomisë, çka do të thotë raportim më i plotë i xhirove të deklaruara dhe konsumit të brendshëm më të lartë, mbështetur nga rritja e të ardhurave dhe punësimi. Në të njëjtën linjë ka ecur dhe aktiviteti ekonomik i bizneseve, referuar të dhënave zyrtare në total deri në fund të qershorit 2026. Numri total i bizneseve ka arritur në 148.270, ndërsa në raport me një vit më parë rezulton një shtesë prej 12% më shumë në numrin e bizneseve. Ritmi i rritjes reflekton përmirësimin e klimës së biznesit, rritjen e besimit të sipërmarrjes dhe zgjerimin e aktivitetit ekonomik në sektor të ndryshëm të ekonomisë, kryesisht shërbimi dhe transporti. Ecuria pozitive e ekonomisë lidhet me disa faktorë si përmirësimi i konsumit të brendshëm, lehtësitë administrative për hapjen e bizneseve, si dhe rritja e interesit për investime në sektor të caktuar. Megjithatë, sfidat mbeten të pranishme. Qëndrueshmëria e kësaj rritje do të varet nga zhvillimet gjeopolitike dhe luhatjet në kostot me të cilat përballen bizneset, të cilat pasohen me presion mbi fitimet dhe investimet. Megjithatë, sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave, viti pritet të mbyllet me një rritje ekonomike prej 4%. Numri i ndërmarrjeve shqiptare që merren me eksport dhe import u rrit edhe për gjatë vitit 2025. Bizneset mikro që përbëjnë pjesën më të madhe të kompanive aktive në tregtinë e jashtme. Numri i ndërmarrjeve shqiptare që eksportojnë dhe importojnë mallra ka shënuar rritje gjatë vitit 2025, duke reflektuar një zgjerim të aktivitetit të biznesit në tregtinë e jashtme. Sipas të dhënave të Instat, ndërmarrjet mikro dhe të vogla vazhdojnë të përbëjnë pjesën ndërmuese të kompanive që operojnë në tregtinë ndërkombëtare, ndërsa ndërmarrjet e mëdha mbeten të pakta në numër. Të dhënat tregojnë se gjatë periudhës 2021-2025, numri i ndërmarrjeve eksportues ka shkuar në 3.800, me një shtesë prej 0.7% krahasuar me vitin 2024 dhe 19.6% krahasuar me vitin 2021. Pjesën më të madhe të eksportuesve e zën ndërmarrjet mikro, me 50.6% të totalit, të ndjekura nga ndërmarrjet e vogla me 33.4%, ndërmarrjet e mesme me 13.5% dhe ndërmarrjet e mëdha me vetëm 2.5%. Edhe numri i ndërmarrjeve importuese ka vijuar të rritet. Në vitin 2025 u regjistruan rreth 15.000 kompani importuese, ose 3.3% më shumë se një vit më parë, dhe 25.7% më shumë krahasuar me vitin 2021. Ashtu si në eksporte dhe në importe dominojnë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, të cilat përfaqësojnë 98.9% të totalit të kompanive importuese. Nga këto, ndërmarrjet mikro zën peshën më të madhe me 70.2%, ndërmarrjet e vogla përbën 22.4%, ndërmarrjet e mesme 6.3%, ndërsa ndërmarrjet e mëdha vetëm 1.1%. Megjithatë, kur bëhet fjalë për vlerën e tregtisë, pesha ndryshon ndjeshëm. Në importe, ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha realizojnë pjesën më të madhe të vlerës së mallrave të importuara, ndërsa ndërmarrjet mikro, edhe pse janë më të shumta në numër, kontribuojnë me një pjesë më të vogël të volumit tregtar. Në eksporte, ndërmarrjet me 50 deri në 249 të punësuar mbajnë peshë kryesore me rreth 41% të totalit të vlerës së eksporteve, ndërsa ndërmarrjet e mëdha me mbi 250 të punësuar kontribuojnë me rreth 27%. Nga ana tjetër, ndërmarrjet mikro realizojnë vetëm 11% të eksporteve, çka tregon se kompanitë me përmasa më të mëdha vazhdojnë të kenë ndikimin më të madh në vlerën e tregtisë së jashtme. Dhënat konfirmojnë se baza e biznesit shqiptar në tregtinë e jashtme po zgjerohet, megjithatë më shumë ndërmarrje që hyjnë në aktivitete eksportuese dhe importuese.
Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur fituesin e tenderit për plotësimin e punimeve dhe përmirësimin estetik të autostradës Tiranë-Durrës në segmentin nga sheshi Shqiponja deri te nënkalimi i Limuthit. Ndërhyrjet do të fokusohen kryesisht në gjelbërimin përgjatë autostradës, si dhe në përmirësimin e ndryshimit rrugor dhe elementeve të sigurisë. Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur fituesin e tenderit për plotësimin e punimeve dhe përmirësimin estetik të autostradës Tiranë-Durrës në segmentin nga sheshi Shqiponja deri te nënkalimi Limuthit. Kontrata i është dhënë bashkimit të kompanive Fusha, Udha dhe Taulant SHPK, që kanë paraqitur ofertën me vlerë 908.4 milion lek, apo rreth 31% më të ulët se fondi limit prej 1.3 miliard lekësh. Kontrata synon përfundimin e punimeve dhe përmirësimin estetik të segmentit të zgjeruar të autostradës Tiranë-Durrës nga sheshi Shqiponja deri te nënkalimi Limuthit, pjesë së cilës është hapur tashmë për qarkullim, ndërsa në seksione të tjera vijojnë ende punimet. Sipas dokumenteve të tenderit, ndërhyrjet do fokusohen kryesisht në gjelbërimin përgjatë autostradës përmes sistemimit të sipërfaqeve ekzistuese dhe krijimit të hapësirave të reja të gjelbra, si dhe mbjelljes së pemëve dhe shkureve dekorative në trafikndarës dhe anët e rrugës. Një tjetër komponent i rëndësishëm i kontratës lidhet me përmirësimin e ndriçimit rrugor dhe elementeve të sigurisë. Në raportin teknik është parashikuar instalimi ndriçuesve LED me efikasitet të lartë dhe jetëgjatësi deri në 100.000 orë, si dhe vendosja e shtyllave të reja të ndriçimit përgjatë gjithë segmentit. Përveç gjelbërimit dhe ndriçimit, kontrata përfshin dhe veshjen dekorative të mureve të nënkalimeve në zonën e sheshit Shqiponja, si dhe riveshjen e shtresave asfaltike në segmentet e amortizuara, të cilat sipas dokumentave nuk kanë pësuar ndërhyrje prej më shumë se një dekade. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi së bashku me drejtoren e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli inspektuan ecurinë e punimeve në bypassin e Tiranës. Kjo vepër ka një gjatësi prej 21 kilometrash dhe projekti parashikon ndërtimin e një rruge të kategorisë A ose rrugë ndërurbane kryesore. Bypassi Tiranës është një tjetër projekt i rëndësishëm infrastrukturor për të cilin ka nisur puna në terren në 2 fazat e para. Kjo vepër ka një gjatësi prej 21 kilometra dhe projekti parashikon ndërtimin e një rruge të kategorisë A. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më tani janë realizuar mbi 30% e punimeve fizike. Ministri Karakaçi e vlerësoi bypassin e Tiranës si një projekt strategjik, pasi bën të mundur lidhjen me autostradën Milot-Thuman-Kashar, me vazhdimin e autostradës Kashar-Lekaj, pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjen e autostradës Durrës-Tiranë me autostradën Tiranë-Elbasan, pjesë e korridorit 8, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Është vetëm 8 km që i ka rami i bypassit, ndërkohë pjesa mbetur rreth 13 km. Ne jemi në fazën përmbyllëse me Bankën Europiane për ndërtim dhe zhvillim për të financuar pjesën e mbetur të bypassit. Ky 8 km që është i rëndësishëm pasi sigurisht bën edhe ndërlidhjen me autostradën Kashar-Lekaj, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe ka ngelur vetëm projekti i zbatimit për të miratuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme, pjesë e korridorit Adriatiko. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë theksoi më tej se projekti do të adresojë edhe shqetësimet dhe kërkesat e komunitetit të zonës, teksa janë parashikuar dhe ndërtimi rrugëve lokale për të bërë të mundur aksesin e banorëve dhe bizneseve në të 2 anët e këtij segmenti. Nga ana e tij, drejtori ARSH tha se deri më tani punimet kanë pasur një ecuri pozitive, duke pasur si synim përfundimin e tyre edhe para fatit të parashikuar në kontratë. Tu kemi një terren shumë problematik, edhe domethënë ka pasur një nevojë për mobilizim të shtuar nga ana e kontraktorit dhe inxhinieri mund të japë edhe detaje. Këtu në këtë kontratë janë përfshirë disa vepra të ndryshme arti, pra kemi kombino, kamnale pulluese, mure mbajtës, të cilat janë prej betoni, po edhe me fasadë gabioni, ndërkohë që ka dhe një urë të cilën ne do inspektojmë pak më vonë, ndërkohë që ne bëjmë ecjen së bashku me një gjatësi 53 metër linear me 3 hapësira dritë. Në të 2 fazat e këtij kantieri po punohet paralelisht për ndërtimin e trupit të rrugës si dhe veprat e artit.
Humbjet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike kanë vijuar trendin rënës edhe gjatë 6 mujorit të parë të vitit në 15.91% nga 17% që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas OSSH, rezultati arritur vjen nga puna e vazhdueshme në rrjet, kontrollet në terren dhe masat e ndërmarra për uljen e humbjeve. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike kanë vijuar trendin rënës edhe gjatë 6 mujorit të parë të vitit. Sipas të dhënave të publikuara nga operatori i sistemit të shpërndarjes, niveli humbjeve zbriti në 15.91% nga 17% që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke shënuar një përmirësim prej 1.1%. Të dhënat tregojnë se bëhet fjalë për nivelin më të ulët të humbjeve të raportuar ndër vite për periudhën janar-qershor. Në vitin 2024, humbjet rezultonin 17.97%, ndërsa një vit më vonë, ato zbritën në 17% për të arritur në 15.91% në gjysmën e parë të këtij viti. Reduktimi i humbjeve lidhet zakonisht me investimet në rrjetin e shpërndarjes, modernizimin e infrastrukturës, si dhe me masat për evidentimin e lidhjeve të palishme dhe ndërhyrjeve të paautorizuara në sistem. Sipas OSSH, rezultati i arritur vjen nga puna e vazhdueshme në rrjet, kontrollet në terren dhe masat e ndërmarra për uljen e humbjeve. Treguesi i humbjeve mbetet një nga parametrat kryesor të performancës së operatorit të shpërndarjes, pasi ndikon drejt për drejt në kostot e sistemit dhe në eficiencën e furnizimit me energji elektrike. Humbjet teknike lidhen kryesisht me karakteristikat fizike të rrjetit dhe transmetimit të energjisë, ndërsa humbjet jo teknike përfshin vjedhjet e energjisë dhe problematikat që lidhen me matjen dhe faturimin. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka lidhur kontratën për ofrimin e shërbimeve mbështetëse për parkun fotovoltaik të Belshit. Impianti synon të rrisë kapacitetet gjeneruese të Keshit, duke diversifikuar prodhimin vendas të energjisë, i cili mbështetet kryesisht tek hidrocentralet. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka lidhur kontratën për ofrimin e shërbimeve mbështetëse për parkun fotovoltaik të Belshit, duke shënuar një hap në ecurinë e investimit të korporatës elektroenergjitike shqiptare. Kontrata lidhet me asistencën teknike për zbatimin e projektit dhe jo me ndërtimin e vetë centrali diellor, procedura e të cilit nuk është hapur ende. Sipas njoftimit të publikuar në portalin elektronik të prokurimeve të Bergshit, konsulenti do mbështes Keshin në ngritjen dhe funksionimin e njësisë së zbatimit të projektit, zhvillimin e procedurave të prokurimit, mbikëqyrjen e kontratave për mbushjen e detyrimeve ndaj financuesve, si dhe monitorimin e standardeve mjedisore dhe sociale gjatë zbatimit të investimit. Ndërkohë, tenderi kryesor për projektimin, ndërtimin dhe vënien në punë të parkut fotovoltaik me kapacitet 50 MW pik në Belsh mbetet ende në pritje. Projekti parkut fotovoltaik të Bergshit ka një vlerë totale prej rreth 41.7 milion euro. Financimi mbështetet nga një kredi sovrane prej 30 milion euro e Bergshit, një grant prej 9.25 milion euro nga Korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor, ndërsa pjesa tjetër financohet nga Kesh. Impianti synon të rrisë kapacitetet gjeneruese të Keshit, duke diversifikuar prodhimin vendas të energjisë, i cili mbështetet kryesisht tek hidrocentralet. Sipas dokumenteve të projektit, energjia e prodhuar do përdoret për mbështetjen e detyrimit të shërbimit publik, ndërsa prodhimi i parkut pritet të përfaqësojë rreth 1% të prodhimit vjetor kombëtar të energjisë elektrike. Sipas të dhënave të Instat, punësimi me kontrata të përkohshme është rritur, veçanërisht tek të rinjt 15 deri 24 vjeç, ku përqindja arriti në 14.2%. Statistikat tregojnë gjithashtu se personat me arsim bazë janë më të ekspozuar ndaj kontratave afatshkurtra. Tregu i punës në Shqipëri po shfaq një prirje gjithnjë më të dukshme drejt punësimit me kontrata të përkohshme, veçanërisht për të rinj që sapo hynë në tregun e punës. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, pesha e të punësuarve me kontratë të përkohshme është rritur në disa kategori gjatë vitit 2025, duke treguar se punësimi qëndrueshëm mbetet një sfidë për shumë të rinj. Grup mosha 15 deri 24 vjeç regjistroi nivelin më të lartë të kontratave të përkohshme. Përqindja e të rinjve të punësuar me këtë lloj kontrate u rrit nga 10.9% në vitin 2024 në 14.2% në vitin 2025, një rritje prej 3.3 përqindjeje. Rritja është edhe më e fortë tek meshkujt, sipas statistikave 17.1% e meshkujve të grup moshës 15 deri në 24 vjeç punojnë me kontrata të përkohshme, nga 11.9% një vit më parë. Te femrat e së njëjtës grup moshë treguesi u rrit lehtë nga 9.8% në 10.3%. Edhe grup moshat 20 deri 24 vjeç dhe 25 deri në 29 vjeç
vijojnë të kenë një peshë të konsiderueshme të kontratave të përkohshme, çka tregon se kalimi nga arsimi në punësim të qëndrueshëm vazhdon të jetë një proces i vështirë për shumë të rinj. Në nivel kombëtar, kontratat e përkohshme përfaqësojnë 4.7% të totalit të punësuarve në vitin 2025, një nivel i ngjashëm me një vit më parë, por dinamika ndryshon ndjeshëm sipas moshës dhe nivelit arsimor. Një tjetër tregues i rëndësishëm është ndikimi i arsimit në sigurinë e punësimit. Personat me arsim 8 apo 9 vjeçar rezultojnë të jenë më të ekspozuar ndaj kontratave të përkohshme. Në këtë kategori, pesha e tyre u rrit nga 6.7% në 8.5%, ndërsa për të rinjt 15 deri në 24 vjeç me këtë nivel arsimor arriti në 21.4%, niveli më i lartë në të gjithë statistikat. Në të kundërt, personat me arsim të lartë vazhdojnë të kenë kontrata më të sigurta. Vetëm 2.9% të punësuarve me diplomë universitare punojnë me kontrata të përkohshme, duke shënuar një rënje nga 3.2% në vitin 2024. Shifrat sugjerojnë se arsimi i lartë mbetet një faktor mbrojtës për një punësim më të qëndrueshëm, ndërsa të rinjt dhe personat me nivel më të ulët arsimor vazhdojnë të jenë grupet më të ekspozuara ndaj pasigurisë në tregun e punës. Pasigurit mbi pronësinë e tokës po pengojnë zhvillimin e agroturizmit. Këshilli i investimeve evidenton se bashkitë japin në disa raste me qira toka të paregjistruara ose me dokumentacion të pasakt, duke u vështirësuar bizneseve marrjen e financimit dhe zgjerimin e aktivitetit. Pasigurit mbi pronësinë e tokës po kthehen në një nga pengesat kryesore për zhvillimin e agroturizmit në vend. Një raport i Këshillit të Investimeve evidenton se një pjesë e operatorëve të këtij sektori përballen me vështirësi në marrjen e financimit, pasi tokat që u jepen me qira nga bashkitë rezultojnë të paregjistruara ose me dokumentacion të pasakt. Sipas shqetësimeve të ngritura nga përfaqësuesja e shoqatës së agroturizmit, paqartësitë mbi statusin juridik të tokës pengojnë përdorimin e saj si garanci bankare dhe përrjedhoi kufizojnë zgjerimin e bizneseve dhe investimet e reja në zonat rurale. Raporti konstaton se nuk ka të dhëna të publikuara dhe të përmbledhura mbi numrin e pronave shtetërore dhe bashkiake të regjistruara ose ende të paregjistruara në kadastër. Bizneset që operojnë në agroturizëm dhe në zona rurale vlerësojnë se bashkitë kanë qenë pasive në konsolidimin e inventarit të pronave dhe në nisjen e procedurave për regjistrimin e tyre. Ndër shkaqet përmende mungesa e topografëve të licencuar, buxhetet e kufizuara dhe kostot e aplikimeve pranë kadastrës. Problemi lidhet edhe me koordinimin institucional. Në total, 44% e kompanive të anketuara deklarojnë se kanë hasur vonesa dhe problematika për shkak të bashkëpunimit të dobët mes kadastrës, bashkive dhe institucioneve të tjera shtetërore. Këshilli i Investimeve rekomandon ngritjen e grupeve të posaçme të punës, alokimin e fondeve për regjistrimin e pronave shtetërore dhe raportim periodik nga bashkitë. Procesi duhet të përparojë me prioritet në zonat ku pasiguria e pronës po pengon financimin dhe zhvillimin e agroturizmit. Gjatë gjysmës së parë të vitit, sitët kulturore në vend janë vizituar nga 617.907 persona. 5 sitët më të vizituara për gjatë kësaj periudhe janë Parku Kombëtar i Butrintit, Kalaja i Gjirokastrës, Parku Arkeologjik i Shkodrës, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Parku Arkeologjik i Apollonisë. Shqipëria vijon të mbetet një destinacion rrite për turizmin kulturor. Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026, sitët kulturore në vend janë vizituar nga 617.907 persona, një shifër që përfaqëson rritje me 89% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, 276.080 vizitorë kanë zgjedhur të vizitojnë parqet arkeologjike, 192.567 muze dhe 149.260 kala e monumente kulturore, duke konfirmuar interesin në rritje për trashëgimin kulturore shqiptare. Nga ana tjetër, 5 sitet më të vizituara gjatë kësaj periudhe janë Parku Kombëtar i Butrintit me 114.084 vizitorë, Kalaja Gjirokastrës me 110.156 vizitorë, Parku Arkeologjik i Shkodrës me 84.472 vizitorë, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu në Krujë me 66.116 vizitorë dhe Parku Arkeologjik i Apollonisë me 65.832 vizitorë. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Ministri Gonxha shprehet se interesi për trashëgiminë kulturore shqiptare vazhdon të mbetet i lartë. Megjithatë, sipas tij, të dhënat më të fundit
sinjalizojnë një ngadalësim të ritmit të rritjes gjatë muajit qershor, që lidhet drejt për drejt me periudhën e protestave në vend. Të dhënat tregojnë se gjatë periudhës janar-maj 2026, numri i vizitorëve u rrit me 9.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, ndërsa vetëm për muajin qershor rritja rezulton 4.8% në raport me qershorin e vitit të kaluar. Këto shifra reflektojnë një ngadalësim të trendit pozitiv. Ministri Gonxha thekson se ritmi i rritjes ka rënë me 52% krahasuar me tendencën e muajve të parë të vitit. Më tej, ministri nënvizon se në industrinë e turizmit, besimi, stabiliteti dhe perceptimi i sigurisë konsiderohen element kyç që ndikojnë drejt për drejt në vendimarrjen e turistëve. Sipas tij, ruajtja e brendit turistik të vendit dhe mbështetja e industrisë së turizmit duhet të jenë një përgjegjësi e përbashkët përtej interesave apo agjendave politike të momentit. Turizmi me kamping në Shqipëri edhe në vitin 2026 ka nisur pozitivisht, me rritje të vizitorëve në strukturat akomoduese krahasuar me një vit më parë. Kostot më të ulta në rajon me një mesatare prej 14.18 euro për natë po e bëjnë vendin gjithnjë e më tepër tërheqës. Shqipëria po konsolidon gjithnjë më shumë pozicionin e saj si një nga destinacionet më të favorshme për turizmin me kamping. Fal kostove të ulta, natyrës së larmishme dhe interesit në rritje nga turistët vendas dhe të huaj. Nga Bregdeti i Jonit dhe Adriatiku deri te zonat malore, kampingjet po shndrohen në një alternativë gjithnjë më të preferuar për pushuesit që kërkojnë një eksperiencë më pranë natyrës dhe me kosto më të përballueshme. Vitet e fundit, krahas rritjes së numrit të turistëve që vizitojnë Shqipërinë, është shtuar edhe numri personave që zgjedhin kampingjet dhe format e ngjashme të akomodimit. Edhe viti 2025 u mbyll me rezultate pozitive për këtë sektor, ku numri vizitorëve në kampingje shënoi rritje të ndjeshme, veçanërisht gjatë sezonit veror. Por si ka nisur viti 2026? Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, deri në muajin maj, strukturat akomoduese të kategorisë kampingjet, rulot, tenda dhe akomodime të ngjashme ka regjistruar një ecuri më të mirë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është bërë më e dukshme gjatë muajit maj, duke sinjalizuar një sezon vere me pritshmëri pozitive. Statistikat tregojnë se gjatë muajit maj numri i vizitorëve rezident arriti në rreth 267 persona nga 123 që ishte në të njëjtën muaj të vitit 2025. Duke shënuar më shumë se dyfishin. Ndërkohë vizitorët jo rezident u rritën lehtë, duke arritur në afro 4.900 persona, krahasuar me rreth 4.800 që ishte një vit më parë. Edhe pse rritja e turistëve të huaj është më e moderuar, numri mbetet i lartë dhe krijon pritshmëri që fluksi të shtohet ndjeshëm gjatë muajve të verës, kur kampingjet arrin zakonisht kapacitetet më të larta të shfrytëzimit. Avantazhi më i madh i Shqipërisë mbetet çmimi konkurrues. Sipas të dhënave të publikuara nga revista ndërkombëtare Camping Info, Shqipëria renditet si destinacioni me tarifën më të ulët për kamping në rajon. Mesatarisht një natë qëndrimi në kampingun shqiptar kushton rreth 14.18 euro, çmim dukshëm më i ulët se në vendet fqinje. Në Serbi një natë kampingu kushton mesatarisht 20.69 euro, në Bosnjë Hercegovinë rreth 18.60 euro, ndërsa në Maqedoninë e Veriut rreth 17.90 euro. Ky diferencim i çmimeve bën Shqipërinë një nga zgjedhjet gjithnjë më tërheqëse për turistët që kërkojnë pushime ekonomike pa hequr dorë nga bukuritë natyrore. Vendet anëtare të OPEC dhe aleatët e tjerë me shumë mundësi të vendosin të pezullojnë rritjen e prodhimit, duke filluar nga muaji tetor. Megjithatë, grupi që njihet si OPEC Plus do të ketë vështirësi në vendimarrje për shkak të çrregullimeve që janë shkaktuar nga lufta në Iran. OPEC Plus, që përbëhet nga vendet anëtare të OPEC dhe aleatët e tjerë me në krye Rusinë, me shumë mundësi do ndalojnë rritjen e prodhimit duke nisur nga tetori, ndërsa përballet me bisedime potencialisht të vështira mbi kuotat e reja të prodhimit. Ky vendim përkthehet në rreth 2 milion fuqi më pak në ditë që do ndahet mes të gjitha vendeve të OPEC Plus, derisa grupi të vendosë se si do të shpërndajë furnizimin shtesë midis anëtarëve. Ky debat është i ndërlikuar për shkak të kërkesës konkurruese për kuota më të larta dhe çrregullimeve të shkaktuara nga lufta e Iranit, që kanë ulur ndjeshëm kapacitetin efektiv të grupit të prodhuesve. Lidhur me nivelet e ardhshme të prodhimit, shumë gjëra do të varen nga mënyra se si do të zhvillohet konflikti në lindjen e mesme, tha një analist i bankës UBS. Gjithashtu grupi po kalon një proces në përcaktim në niveleve maksimale të kapacitetit prodhimit për gjitha shtetet anëtare.
Kjo ndoshta do të vendos bazën për rregullimet më teshme të prodhimit, shtoi ai. 7 antarët kryesor të OPEC Plus, Arabia Saudite, Rusia, Iraku, Kuvaiti, Algjeria, Kazakistani dhe Omani, në një takim që pritet të zhvillohet më 2 gusht, ka të ngjarë të rrisin objektivin e tyre të prodhimit me rreth 180.000 fuqi në ditë për shtatorin, njësoj si për qershorin, korikun dhe gushtin, tha mburimet të OPEC Plus për Reuters. Megjithatë, rritjet e kuotave gjatë këtij viti kanë mbetur kryesisht në letër pasi lufta në Iran i detyroi vendet e lindjes së mesme të ulnin eksportet e naftës. Politika mbi prodhimin e OPEC Plus për vitin 2027 ka të ngjarë të ndikohen nga një numër faktorësh, si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm. Njëkohësisht OPEC Plus po kryen një rishikim të kapaciteteve prodhuese të naftës të vendeve anëtare, i cili do të shërbejë për përcaktimin e niveleve bazë të prodhimit për vitin 2027, mbi të cilët më pas do të vendosen kuotat e secilit vend. Sipas njërit prej burimeve, grupi duhet përfundojë këtë proces përpara se të marrë vendime për hapat e mëtejshëm. Disa antarë të grupit, përfshirë Irakun, po bëjnë presion për kuota më të larta individuale për të reflektuar kapacitet më të lartë. Një faktor tjetër i rëndësishëm është perspektiva e tregut të naftës për vitin 2027, pasi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë pret një suficit konsiderueshëm në varësitë e curisë së furnizimit përmes ngushticës së Hormuzit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.